Aeroporti ndërkombëtar King Fahd, Arabia Saudite. Me një sipërfaqe përafërsisht 776 km², ai është aeroporti më i madh në Arabinë Saudite dhe mban gjithashtu titullin si aeroporti më i madh në botë. Ai ndodhet në Dammam, provinca lindore e Arabisë Saudite, një zonë kjo që është dukshëm më e madhe se shumë qytete përreth dhe e njohur për rëndësinë e saj në sektorin e industrisë së naftës. Ai u hap për udhëtarët në vitin 1999 dhe është qendra kryesore e kompanive më të mëdha ajrore të vendeve të Golfit. Aeroporti ka një terminal modern me një gamë të gjerë shërbimesh dhe 2 pista paralele të cilat mundësojnë operimin me kapacitet të lartë. Terminali ofron një shumëllojshmëri dyqanesh, restorantesh dhe duty free shops. Një vëmendje e veçantë me hapësira të dedikuara i kushtohet klientëve premium, vendas dhe ndërkombëtar. Ashtu si në të gjitha aeroportet në Arabinë Saudite, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm dhe të respektoni zakonet dhe traditat lokale.